logjika e shëndosh, mendja e shëndosh dhe logjika e shëndosh nuk ka mundësi që të bie ndesh me argumentet e sakta sheriatike. Nuk ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij i cili është i sakt, nuk ka mundësi që të vinë me diçka që e kundërshton logjikën e shëndosh. Pse? Sepse ai i cili e ka krijuar njeriu dhe logjikën e tij është Allahu i lartësuar, dhe ai i cili na e ka zbritur neve këtë fe është Allahu i lartësuar. Pra s'ka mundësi që Allahu i lartësuar të bi në kontradikt me krijimin e tij. Asnjëherë. Dhe ata që pretendojnë se në shikim të parë ka ndonjë kontradikt mes të argumenteve sheriatit dhe logjikës, kjo gabimi i kësaj, defekti i kësaj është në dy gjëra. Ose logjika nuk është logjik, po është pseudologjik, është diçka që nuk është në realitet logjik. Ose argumenti me cilin ata argumentohen nuk është i sakt. Dhe kjo ndodh në hadithet profetike. Ka hadithe që i nvishen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk janë të sakta. Andaj nuk mund të themi se kjo e kundërshton logjikën përderisa nuk është vërtetuar si hadith i sakt. Dhe në momentin që një hadith është i sakt dhe është vërtetuar se është fjale Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjasa që kjo ta kundërshtoj logjikën, asesi nuk ka gjasa. Mirë po, ne duhet që ta analizojmë thellë dhe do të bim në përfundim se nuk mundet që të kundërshtohet kjo me logjik të shkëndosh asnjëherë. Gjërat e gajbit që janë gjërat fshehta të botës tjetër, ato nuk janë në kapacitetin e logjikës tonë. Andaj nuk mund të themi se ato kundërshtohen ose nuk kundërshtohen nga logjika jonë. Mirë po themi se realitetin e tyre nuk mund ta dim 100%. Ajo çka e dim prej saj duhet ta besojmë. Asesi nuk mund ta futim gjërat e gajbit në rengenin e logjikës tonë. Dhe kjo është diçka në të cilën ka ixhma, konsenzus në mesin e dietarëve dhe pasuesve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka shkruar libër voluminos, i cili është diku 5-6 vëllime për ta vërtetuar këtë temel të fortë të besimit ton se logjika e shëndosh nuk bie ndesh me argumentet fetare asesi. Dhe libri i tij titullohet Dar'u ta'arudil akli wan naql, largimi i kundërthënjes në mes të transmetimit dhe në mes të logjikës apo mendjes së shëndosh. Dhe kjo është diçka që duhet ketë parasysh, sepse pjesëtarët e grupacioneve të devijuara në besim, ata nuk thonë kështu, mirë po thonë argumentet që mendja jonë nuk i kupton dhe nuk i percepton, ato duhet ti bëjmë ta'wil apo të ndryshojmë kuptimin sipas mendjes tonë. Dhe pastaj ata hyn në thera, sepse secili e ka një mendje e cila dallon nga mendja e tjetrit. Dhe kështu ata përçohen në fe duke u larguar nga gjadja, rruga e shëndosh e ehlus sunetit dhe duke u futur në rrugët e devijimit, në rrugët e shumta të devijimit, ku secili prej tyre pretendon se besimi i tij pas ka një farë logjike dhe besimi i kundërshtarit të tij nuk është logjik. Dhe kështu naudhu billah mendjen e tyre e cila është e kufizuar e bëjnë gjykatës për tekstet e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.